Këra është fshati më malor në Dropullin e Sipër dhe ndodhet vetëm 8 km larg pikës kufitare të Kakavijes. Gjatë sezonit të dimrit jetojnë vetëm 15 banor, nga 350 të tillë në vitin 1990 me 70 banesa. Infrastruktura rrugore ka qenë historikisht problemi më kryesor i banorëve të fshatit, por gjatë 6 viteve të fundit drejtuesit vendor kanë shtruar me beton një pjesë të konsiderueshme të këtij segmenti. Është rruga edhe kultura kryesore. Po bën këto digjera, do jemi më mirë. Se vjen dhe njerëzit, po s'kemi kulturën që pikon venda, ka lagështi, do të rregullon. Kryesorët janë këto vetëm. Përveç infrastrukturës rrugore, banorët kërkojnë edhe përmirësimin e rrjetit ujësjellës, si dhe rrjetin elektrik. Problemet më të madhe kemi rrugën, pastaj ujin, edhe kemi probleme në dimër me dritat. Linja është në 67-ën, edhe janë kalë për djekur. Kemi probleme gjithmonë partije, ngelem 24 orë pa drita. Ja kaputëm mbi bodrishtën. Pylli i Kërës është magjepës, pasi ka në gjirin e tij 250 lloje pemësh si dhe pisha shumë të veçanta, të një moshe 300 vjeçare. Bukuritë e natyrës së egër dhe relievit malor deri në fshatin Lesinic, tashmë sjellin turistë europian me motocikleta. Kështu që përmirësimi i infrastrukturës mund të kthejë fshatin Kër në një atraksion të mirëfill turistik.